të trokasim, ta din që jam akoma këtu, nuk kam ikur. Se mos mendoj një iku ky, s'po marrim më parasysh kërkesën. Mirë, se do vi dita. Si ishte? Si ishte, them? Ju mendoni ta zotërin këtu. Ju mendoni se do vazhdojnë këta gjithmonë. Është dhoma sigurisë këtu. Vazhdo. Erdhën një dy gardistë dhe filluan presionin. Po atë nëse s'bën presion. Dhe mendojnë se do jenë këtu për gjithmonë. Jo, nxirreni kokën. Jo mos ju mendoni se do jeni këtu për gjithmonë. Filloi presioni, dërguan filloi presioni. Filloi presioni, edhe këtu ka njerëz të ndershëm, po ka dhe palaço që vinë këtu dhe vinë presion. Ka gardistë të ndershëm, po ka dhe palaço që vinë e vinë presion. Përdorin çdo mënyrë. Mendojnë se do jenë pushtet për gjithmonë. Kështu kanë menduar të gjithë autokratët e korruptuar, se do ishim për gjithmonë. Po do ju vi dita, dhe po ju vjen shumë shpejt në fakt. Po ju vjen shumë shpejt. Ndërkohë vazhdon shefi, ku është shefi? Është shefi juaj to? Është shefi juaj, mund të flasë me shefin? Nuk është to, mund të atërisni? Jeni të gardës dhe ju? Mund të atërisni shefin, lutën? Okej, faleminderit. Pyesim shefin. Nëse është normale që gardisët kalojnë këtu dhe bëjnë presion. Se ka dhe kamera këtu. Shikojmë pak. Gangsterët që bredhin këtu në për parlament. Vazhdojnë. Se ma ngrëzërin si kur po të bëjnë në një padrejtësi. Që e ngrëzërin? Qa ke që ngrëzërin? Politikë i grupit PD-s. Jemi PD-n? Dakor, prapë, pëse nuk e nevojt rakesh në të mënyrë se që edhe i PD-s ti jesh prapë. Unë t'jesh një pyetje po të bëj. Unë një pyetje po të bëj. Po dakor, Toni nuk e nevojt ta përdosh atë tonë ashtu, si kur trash qaf. Se në fundis do t'ishe ti aty, po do t'isha unë. Është këshilltari dhe s'është deputeti. Ti e votuar gjë? Ka vend për këshilltar, po s'ka vend për deputet aty brenda. Imagjinoni, kjo është çmenduria këtij. Të trash dhe zërin. Të vazhduar në kokë. Futi protestuesit brenda, thot Igli. Qa dhëjnë, plasemi. Se ata nuk dalin vetë të përplasen, deri nga ardhen. Por si dhe qoftë, dhura nuk është zgjidhja. Kërkesa nuk është votuar akoma. Presim. Nuk iki dot nga këtu, nuk i bashkojmë dot protestës jashtë, sepse po i ka unë da e mbyllim me njëri tjetrin dhe besoj se garda nuk mundem të ty fare, as këtu nuk afrojnë dot më pastaj. Kaq duan. Po dola jashtë, s'ka më. Presim, ndërkohë vazhdon protesta përballë kryesisë së kuvendit, protesta e Partisë Mundësia.
Ju ftojmë të na bashkoheni. Ju ftojmë të na bashkoheni. Thot Teuta, agrone ka haka i popull që flej gjumë. Jo Teuta, jo nuk jam fare dakord me këtë që po thua, ke të drejta thuash, po nuk jam dakord. Unë mendoj që populli nuk ka, populli duhet të ketë një alternativë. Para se t'i kërkojmë llogari popullit, duhet të ndërtojmë një alternativë të besueshme. Nuk mund të presim, nuk mund të bëjmë përgjegjës popullin, të bëjmë moralin popullit, populli. Secili është në të drejtën e vet. Kush e ka për zëmër të ardhmen e Shqipërisë, kush mendon se duhet të reagojmë, të dali, mos të presim nga të tjerët. Secili të dali sipas dëshirës, sipas mundësive. Kjo është ajo që po bëjmë. Ndërkohë, nuk dim se çfarë po ndodh brenda. Vazhdojnë ata brenda në jashtë, çfarë do bëjmë? Unë me gardën. Fatkeqësisht jemi vetëm 2 veta në këtë parlament, po të kishin më shumë. Nuk është se do ja dinim të hynin se prap do kështonin numrin e gardës. Nuk është kjo zgjidhja, por që sigurisht do kishim mundësi që zëri ynë të dëgjoj akoma më shumë. Prandaj zgjedhjet e ardhshme të dashur miq, mendoni për fëmijët tuaj, nuk keni borxh asgjë politikanëve të vjetër. Nuk keni borxh asgjë. E kam patur mundësin ta qeverisin këtë vend dhe pam se çka kam bërë. Do të shkojmë drejt ardhmes. Se nuk bashkëpunon me Alin Qorin, thot Rufati. Rufat e ftua me Alin Qorin, nuk pranoi. Sepse pavarësisht se jemi jashtëzakonisht shumë ndryshe, totalisht ndryshe, nëse ai është i të njëjtit mendim me ne në për luftën kundër korrupsionit, për mbrojtjen e drejtësisë, nuk ka arsye pse mos këtë betejë ta bëjmë bashkë, por secili është në drejtën e vet. Sot Tasho, Tirana duhet të digjej, flak. Protestat, çdo ndryshim vinë gradualisht, pak nga pak, mos u demoralizoni. Të gjithë ata që u thonë, jo po, ja shikoni nuk dalin njerëzit, ngrihen njerëzit, kjo nuk do thotë që janë dakord me vjedhjet, janë dakord me korrupsionin. Thjesht janë në të drejtën e tyre, kanale, kanë probleme. Na takon neve që të marrim iniciativën. E filluan Parti Mundësia, një grup i vogël antarësh apo iniciatorësh, dhe ja ku jemi sot, 2 deputet, mira, antar, dhe pak nga pak do vazhdojmë të rritemi, nuk duhet dorëzohemi, pak nga pak. Kështu ndryshimi nuk është e thënë që vinë me njerë, duhet të punojmë për ditë. Kjo është ajo që po ndodh në kuvend. Po, thot Benardi, nuk ja ishin imuniteti se kanë vjedhur bashkë. Po, absolutisht. Kanë vjedhur bashkë, ka dalë në përgjime që Belinda Balluku i thot Berberit. Më thaj që një biznesmen që ka mbyllur me Edi Ramën, si është kjo punë, i thot. Po, i thot ai, ishte një tender i madh, e ndava që të merrnin sa më shumë.